Vlen po vjen nëse jo sot, kur? 5 subjekte politike bëhen një, vlen një, që nga 28 prilli nga koalicioni Vlen kanë filluar të publikojnë komunikata me këta tituj. Në komunikatën e sotme të 30 prillit thuhet se Vlen po bashkohet në një trup të vetëm politik, sepse vetëm një trup i organizuar, i disiplinuar dhe i bashkuar mund ta mbrojë zërin e shqiptarëve dhe ta mbyll një herë përgjithmonë epokën e fragmentimeve, shantazheve dhe lojrave prapaskenës. Nga ky koalicion përmes komunikatave vazhdojnë të insistojnë se 5 subjekte politike bëhen një, Vlen bëhet një, siç thonë. Si forcë e bashkuar politike, do të thotë sundimi i ligjit, zero tolerancë ndaj korrupsionit, gjyqësor i pavarur, rrugë evropiane, partneritet me NATO-n dhe mbrojtje të familjes, traditës, kulturës dhe identitetit. Nuk kanë munguar as akuzat në adresë të kundërshtarëve politik. Për ata që e kthyen politikën në biznes, shtetin në plaçk dhe shqiptarët në numër për manipulim. Ky është lajm i keq. Vlen po vjen, thuhet në komunikat. Të gjithë këto komunikata të 3 ditëve të fundit bëhen në vigjilje të Kongresit. Pas mbi 2 vite të veprimit politik, Vlen do të transferohet në parti politike me udhëheqësi të përbashkët. Tashmë po finalizohen përgatitjet për Kongresin e parë më 9 maj, ku do të marrin pjesë rreth 850 delegatë. Nga koalicioni Vlen kanë njoftuar se pas Kongresit Bilal Kasami dhe Izet Mexhiti do ta udhëheqin partinë si 2 kryetar me nënshkrim të përbashkët dhe kompetenca të barabarta. Udhëheqësia e ngushtë do të përbëhet edhe nga 2 nënkryetar dhe sekretar të përgjithshëm. Për këto funksione parashihen Mimoza Musa dhe Bekim Çoku si nënkryetar, derisa Bekim Sali do të jetë sekretar i përgjithshëm.